Ja dhoma e elit që ka mëll me tela. Derën e ka prishur. Për me hymë dhomë duhet me heq telat dhe ma gjetë kër është mirë. Se për ndryshet turret me sopata. Ja që ka rrethu me tela. Ja për me hy këtu duhet me hy ullur se po t'ja heqesh gjitha telat do të turret me ndonjë sopatë. Ja, televizorin e ka prishur fare. Ja, llamarina me gozhda. Ja, prizat e korrenti ka prishur vetë. Derën e ka thy. Ja, murin e ka bo vrima. Për fat të keq dhe gjyshën e ka të paralizu. Ja. Tela varë në për mure. Ja, murin që e ka prishur vetë. Te e kishte dhomë pritja as nënën se let t'ja pastroj dhomën. Po e filmoj me celular se me kamer nuk vjen njëri se kanë frikë. Dhe drita nuk del shumë e mirë. Ja, dhoma me tela, me hekra, lloj hekrash të ndryshëm. Ja, një çekiç. Ja, cigare që i hedh për tokë dhe nuk i le as të ëmën t'ja pastroj. Sepse është i smur. Ja, unë erdha këtu si shok, e kam shok klase dhe shkoj mirë me te. Dhe ai shkoj u mbyllën e baj. Ja, hekrat ndryshëm në përdhom. Tela. Ja, një lopatë. Po nuk mund t'ja prekt për t'i nxjerrë në dritë. Për arsye se i kupto që e kanë lëviz dhe i sulmot e ëmën masi t'ikun. Ja, krevati kufli. Me hekura. Ja, një palgëshër hardhije. Ja, hekra të ndryshëm. Në dy anë të kokës ka sopata. Por nuk mundem t'ja prek, se pasi t'ikon sulmot e ëmën. Ja, gëshër. Sharë. Dryj. Ja, këtu poshtë ka një sipar po del pak herët. Ja. E ky. Patjetër që duhet t'i marrë ilaçet. Por familja nuk mund i përballoj që gjitha dhe ilaçet e tij po i vjedhin, po ja shisin. Në dy kratë e kokës ka sopata. Ja, këtu
këtu dallohet pak së është erë, me duhet të marrë një elektrik për ta ndriçuar pak. Ja dhe bishti I sopatës. Ja te koka ku është bishti I sopatës tjetër. Në krahun tjetër te. Pasi aty poshtë del pak erë dhe nuk shihet sopata mirë. Ja dhe dalta do afër. Kjo ishte një dhomë priti. Aja ka kthyer në një rënoj. Nga që është I smur dhe ai ka nevojë për ndihmë. E jo për t'ia vjedhur ilaçet. Ja, tavanin e dhomës e ka bë me vrima. Ja murin te koka ja bë një vrim të madhe. Ndërsa korrentin e ka prishur në çdo vend të korrenti është hapet në çdo vend. Ja. Partallama është e lidhur sa jume nga vedaj, sepse nuk le elektricisti hynë në dhomë. Duhet të marrë një elektrik t'i bëj një filmim më të mirë, më të pastër sopatave që ka te koka, te këmbët. Tash I do filmoj sopatat me elektrik, sepse ishte shumë erë dhe nuk u shifshin. Ja, sopatat që kiç te koka. Dhe mjekët që e kanë për detyrë as nuk vinë, as ta shohin, as ta kontrollojnë, sepse ai nuk pranon të shkojë në spital. Te mjeku dhe prindrit e tyre po duan ta çojnë me dhunë, ai do I pres me sopatë. Ja, te koka. Ja, në 2 krah të kokës ka sopata. Ka do që të prek me prekin komet. Hekura, ja sopata, ja dhe dalta, ja dhe tela të te koka. Edhe unë që kam hyrë nga që kam shok plasës, nuk pranon njëri të hyjë në dhomë, se kanë frikë, do I sulmoj. As është me katë t'ia vjedhësh ilaçet një njeriu në këtë gjendje. Ja, spata tjetër. Njerëz të tillë duhet I ndihmojmë, ja t'i shkatërrojmë. Tela në çdo dhomë, edhe tel me gjema, madje. Ja, hekurat, nga do që shkel, prek tela, hekura. Për të hyrë dhe për dalë nga dhoma duhet hysh ulur, se nuk të lën t'i heqësh telat. Duke shpresu të Zotit se kjo video do bjerë në dorë tuaj, kryeministe. Dhe të na ndihmosh për këtë rast. Ja, këtu është shpella ku ai kalo shumë kohë në shi, në borë, në ftoftë. Shpesh herë jemi gjetë dhe natën këtu të ngrinë nga ftofti. Ja. Dhe këtu ka hekra, ka gjithçka. Telat lidhura kudo.
Ja telat si I ka lidh. Ja hekur edhe kur vjen këtu vjen me sopat, me çekiç. Ja elektrik, bateri, kavë. Ja. Tu ka qenë një shpellë e vogël dhe ajo e ka smadhuar me çekiç, me daltë. Ja dhe zjarët që kanë ndezur. Ja, një bisht thike që aja ka këputur. Ja, hekura, tela. Ja, këtu pas edhe një fishik. Ja, legoplast. Telat të lidhura për guri. Ja dhe këtu një shpellë tjetër prap afër shpellës tjetër. Dhe kjo më para ishte një shpellë e vogël. Ai duke e ngërmuar me çekiç. E ka bërë më të madhe. Ja, zjarët aty mrenda ka dhe drupërt në zjarr. Po është pak vështirë. Është pak e vështirë sepse do ulesh nga lart poshtë. Dhe po të ikësh këtu bjen një lartësi mbi 150 metra. Ja, atje poshtë është ullishta, duket që është lartësi shumë e lartë dhe ai vjen këtu I smur pa marrë ilaçe, mjekim. Ja. Këtu I mirë dhe kam fritës bes. Dhe dronë që ma për zjarë. Tu me para ishte një shpellë shumë e vogël. Dhe ai me çekiç. Me dalta e ka bërë më të madhe dhe vjen rrit të shumtën e kohën nëpër këto dy shpella.
Shpinë e ka bërë si mësë me keq. Me hekra kudo, me sopata, me çekiç, me sharr, me gërshëra, me gozhda. Dhe ti vjedhësh ilaçet një njeriu të smur, jo një herë dy, po ka kaq vite. Prandaj të lutem kryeministër, në qoftë se kjo inqizim, kjo kaset që do bëjmë të bjerë në duar, kjo inqizim, kjo kaset që do bëjmë të bjerë në duar tuaja, ta ndihmosh, sepse në çdo strukturë ka korrupsion dhe vjedhin për vete. Me kaq po e mbyll se sa më gjatë jetë më shumë kohë do të konsumoj ti. Unë jam Fadil Dogu nga fshati Barganeshi Krujës. Falenderoj Zotin që jap intervistë këtu para News 24 për hallet e familjes time. Ku kam djalin smur për 11 vjeç me diagnozën skizofreni. Deri në vitin 2005, djali im është mjeku me Rispolep Belg, nga 2005 deri në 2007 me Risar Maqedonës, nga mjeku i familjes Bedi Pistolja. Në fund të vitit 2007, pasi unë dyshova se ilaçet e djalit të mvidhen, i drejtova mjekut familjes i SKSH në Krujë për të dhënë disa zgjidhje për problemet e djalit tim. Por të gjitha përgjigjet që kanë ardhur pa u vizituar si djali, pacienti dhe sipas dëshirave të tyre. Nga 2007
deri në sot, ilaçet i blej me lek, për tekat e mjekëve. Dhe mendova që me ardhen pushtet Partisë Socialiste gjithçka do zgjidhet. Pasi i kam shku 2 herë te drejtori i shëndetit publik në Kruj, i kam kërkuar që të vjerë shikoj gjendjen faktike të djalit tim në shtëpi, rrëmuja që bën në shtëpi, në familje, me shokë dhe me miq. Nuk është pranuar që të vjerë djali të vizitohet ose të jepet diçka për t'i dhënë drejtim këtij problemi. Për këtë arsye jam drejtuar në 3 letra Kryeministit të Republikës së Shqipërisë, për të cilën e falenderoj që për gjitha përgjigjet që më ka dhënë, mirë po as drejtoria e shëndetit publik, as Ministria e Shëndetësisë nuk kanë ardhur për të dhënë një përgjigje ose po interesuese si është ky pacient. Duke qenë këto kushte që vetë gazetarët e Top News 24 që i kanë filmuar, duke qenë këto problemi që kam në familje, i kërkoj edhe një herë në emër të Allahut kushdo që ka në dorë që zbatohet ligji, pa më dhënë asnjë lloj privilegji. Kërkoni ndihmë. Po, kërkoj ndihmë. Paraqet rrezik për juve, për jetën tuaj dhe për bashkëtarët tuaj? Po, patjetër që derisa ma sendet forta ka dëmtuar familjen, ka dëmtuar shtëpinë dhe sjelljet dhe figurat janë jashtë mase provokuese për njerëzit e familjes, patjetër që paraqet rrezik dhe kërkoj ndihmë, që nëse është e nevojshme dhe shtrohet në spital psikiatrik nga mjek specialist. Unë për këtë ju kam drejtuar dhe gjykatës rrethit gjyqësor Kruj me denancim. Kam bërë dhe një proces gjyqësor me dhurata ballën. Dhe më kanë akuzuar, më kanë thënë që pse ti të çojsh djalin tënd për të ankohesh për djalin, unë i kam thënë që është i smun. Nuk e kërkoj, kërkoj që ta çojmë në spital, nuk e kërkoj që të hap proces gjyqësor për të dënuar djalin tim. Për këtë arsye, unë jam drejtuar gjitha instancave shtetit, edhe CKSH-s. Unë për të gjitha këto kam dokumenta, që është në kohën e Partisë Demokratike që se kanë çarë kryet për 7 vjet. Po djali ju e mban armë? Po djali mba thika, sopata, që janë armë softa që mund të dëmtojnë këto për çdo moment. Edhe vetë smundja që ka djalim është siç ka ndodhur shumë vende të tjera, mund të bëjë rrezik shumë të rëndë edhe për familjen dhe për shokët që kanë përreth. Ju si prind, çfarë kërkoni përfundimisht? Kërkoj që djalim të shtrohet në spital psikiatrik dhe ilaçet të më jepen sipas ligjit në falas, siç i takojnë. Deri më sot i keni blej me para? Bilën 2 muajt e funit edhe ndihmën ekonomike kanë bërë sepse djalim nuk pranon shkojë vizitohet as në spital, as kërkun, sepse thonë që para vikush familjen nuk vjen kërkush. Kështu që jam në kushte që kërkoj ndihmë nga kushdo që mendoj që mund të ndihmohet një i smun.
fshati Barkaneshi Krujës. Kam djalin smon me skizofreni prej qysh vitit 2001. Djalim deri në 2005 është mediku me ilaç belg. Mas 2005 ka dhënë ilaçin Risar që ma rekomanduan si ilaç më të mirë. Djalit tem sa di unë kam dhënë edhe deklarata në ISKSH edhe gjitha instancave shtetërore që djalit tem jo kanë vjedhë ilaçet. Dhe kam arrit që basi u falsifiku kartela dhe u vgodhën ilaçet. Kartelën e kisha ke doktor Bled Pistolja, mjek familje, drejtoresha e mjekëve të familjes Vera Pengili më tha bjeri kartelat gjitha të konë se do të nimoj. Dhe nuk më dha sinim, për kundrazi me dërgonte në për qesote, duke ditë që djalim nuk shkonte për të vizitu në mjek. Në vitin 2007, djalim ka në 24 orë këtë rajonin nëmër 1 në Tiranë, sepse mbante hekra, Tela, Qelsa me vete, sepse ata e dyshuan që është diçka kriminal, por ai faktikisht ishte smur psikik. Për këtë arsye kam drejtuar shumë instancave shtetërore dhe përgjigja është bo pa u vizitu pacienti, por duke qenë që djalim është smundje skizofreni, që është smundje që është tepër e dallueshme, që paraqet rrezik në çdo moment, kur djalim ma sende të forta, thika, Tela, gozht, spata mund të bëhet problem për familjen dhe paraqet rrezik për familjen dhe për gjithë njerëzit që më rrethojnë rreth. Unë kërkoj nga shteti, pavarësisht se deri sot është vesh i shortë, që të më ndihmoj që djali të shtrohet në spital dhe të zbatohen pas çdo gjoje mjekëve specialistë dhe djali im të gjejë rrugë zgjidhje siç tako ligjit dhe shtetit. Nuk kërkoj asnjë privilegj, asnjë lëshim. Tonit në gjë tjetër? Po, kartela e djalit tim është e falsifikuar nga mjeku familjes dhe mjek specialist deri në momentin që unë jam shkput në 2007 që s'ka marrë ilaçe, ma i ka marrë me lek.